që fike shpirtin ti, i ke më len piklin, krejt qka pata ty t'i dhash, rinin ti me ndor t'alash, si një rezenjagin, ti gjithmon më sjell gëzim, ti më ishe më e mira, kur për ty s'mu fik dëshira. Ti më ike kur s'besova, e unë prore ty më i të kujtova, ta besova jetën time, e helmove zemrën time. Për çdo natën të kërkoj, me lotën si unë të kujtoj, të kërkoj e kur së haroj. Prej qike dashuri, po mlotoj të sytë e mi, plot piklim që i ke ku jeti. Ti që fike shpirtin ti, i ke më len piklin, krejt qka pata ty t'i dhash, rinin ti me ndor t'alash, si një rezenjagin, ti gjithmon më sjell gëzim, ti më ishe më e mira, s'mu fik dëshira. Ti më ike kur s'besova, e unë prore ty më i të kërkova, ta besova jetën time, e helmove zemrën time. Për çdo natën të kërkoj, me lotën sy unë të kujtoj, të kërkoj e kur s'të haroj. Prej që i ke dashuri, po notojnë të sytë e mi, plot piklim ku i ke ti. Për çdo natën të kërkoj, me lotën sy unë të kujtoj, të kërkoj e kur së haroj. Prej që i ke dashuri, po notojnë të sytë e mi, plot piklim që i ke ku jeti. Jemi kthyer në pjesën e tretë të emisionit të Diela Vlen dhe siç thash pak më herët, Nora edhe Nita janë ato të cilat do të na sjellin më të rejat, na japin informacione nga bota e modës dhe gjithashtu e filmit. Për më tepër, skena për to. Producenti Vranin Gecaj ka sjell projektin e tij më të ri. Ai ka realizuar një dokumentar të cilin ja ka kushtuar komunitetit arbëresh të Kalabrisë. Në një intervistë për Netflix, ai rrëfen motivin pas këtij projekti, të cilën e konsideron të veçantë për krijimtarinë e tij. Ai thotë se dokumentari ka për synim të njoftojë publikun me emocione dhe realitetin autentik të këtij komuniteti unik. Est-ce que tu y crois? Je ne sais pas. Jam këtu me producentin Vranin Gecaj, me të cilën do flasim për filmin dokumentar Gjaku i shprishur i Arbërisë, i cili është realizuar në Kalabri, dhe do flasim për mesazhet edhe për mbajtjen e këtij dokumentari. Përshëndetje Vranin, kënaqësi. Përshëndetje, faleminderit për ftesën, është kënaqësi që të jem këtu me ty. Faleminderit shumë. Vranin, apo na tregon pak si nisi si ide ose çka ju inspiroi për me realizu një temë të tillë? Inspirimi për Arbëresh nuk ka munguar asnjëherë. Dhe sa herë që dikush më thret apo ma ofron ndonjë ide apo ndonjë lloj bashkëpunimi, unë jam i gatshëm që të marr pjesë, sepse me të vërtetë ata njerëz
e meritojnë për krahjen tonë që të bëjmë dhe një diçka për ta. Po si erdhë ndoshta bashkëpunimi ose realizimi deri tek me shku deri në Kalabri edhe ndoshta me përcjell këto përmbajtje që ndoshta keni dashur me përcjell këto mesazhe? Tani sot për fat mirë kjo bota digjitale na ka afruar neve gjithve dhe në një farë lloj mënyre edhe na ka afruar, sepse ajo distanca që ka ekzistuar më herët, distanca fizike tashmë nuk ekziston, sepse mund të komunikojmë njëri me tjetrin, mund të bashkëpunojmë njëri me tjetrin. Ideja ka lindur se unë para 2 viteve isha në Sicili dhe atje kam realizuar një film dokumentar për arbreshët e Sicilisë. Dhe fal këtij bashkëpunimi, fal prolokos sehores së arbreshëve dhe Giorgio Kuqes, i cili është presidenti i tyre, ai më tha vranin, tha duhet ta bëjmë të njëjtin gjë, tha dhe të shkojmë së bashku në Kalabri. Dhe thash si ide, tani zakonisht kur njerëz e kanë një lloj bashkëpunimi, e kanë edhe shumë lehtë mu kuptu njëri me tjetrin. Dhe i thash po, pse jo? Dhe atëherë kontaktua me prolokon Arberia të Lungros në Kalabri dhe aty është një presidente, një kryetare Rosa Carbone, quhet një gru e mrekullueshme, shumë bashkëpunuese, dhe ja shprehem idenë dhe tha jeni të mirëseardhur. Dhe pastaj unë shkova atje, arbresht e Sicilisë erdhen nga Sicilia dhe u bëm bashkë aty në një fest shumë të madhe. Atë ju keni rastisht që me qëllu edhe në një fest që e bëhet çdo vit për legjendën ndoshta Skënderbeun. Edhe si shkoi kjo, se si u ndjet ju që ndoshta do të bëhet pjesë edhe e dokumentarit kjo pjesë? Shumë gjë, një pyetje shumë e mirë. Dhe ajo fest që e bëjnë ata, atë manifestim, e bëjnë çdo vit dhe krenohen me herojin e tyre kombëtar, herojin ton kombëtar, Gjergj Kastriotin Skënderbeun. Dhe ju i keni pamjet nga aty dhe ato më të vërtet janë gjëra shumë të bukura të cilat nganjëherë unë si regjisor kam vështirë që t'i transmetoj ato ndjenja, ato pamjet të cilat njeriu i ka pa vet, por detyra jonë është që t'i paraqesim ato dhe t'ia ofrojmë të njëjtat emocione edhe shikuesve tanë. Festa është një fest shumë e veçantë, ku Skënderbeu kaluron me kalë në për rrugë të ngushta të Lungros, apo Ungrës, si i thojnë në Shqip, dhe manifestimet për rreth saj. Pra, këndohet arbrisht gratë të veshura me kostume arbreshe tradicionale, këndojnë arbrisht këngë shumë të bukura të cilat më të vërtet janë rëndësishme, dhe kështu vazhdojnë në për gjithë qytet. Ndalen në sheshet e ndryshme të qytetit, ata qytetit i thojnë Katund. Po. Dhe për shembull ta marr një shembull, njëra nga sheshet ku bëhet manifestimi është për shembull lufta kundër Osmanëve, turqëve, si i thojmë ne. Dhe aty simbolik është ajo, tregon se si Gjergj Kastrioti tel fitimtar dhe pastaj gjitha ato këngë të cilat e shoqërojnë rreth asaj. Dhe një gjë që është shumë interesante është sepse aty si vjetë patëm edhe vallën e Rrogovës. Është një djalë nga Peja, Gentian Kilmendi, i cili e kishte sjell vallën e Rrogovës aty dhe së bashku me ta e kërcyen shumë bukur aty. Përveç këtyre ndoshta që i përmende, cila është edhe përmbajtja tjetër ose përzgjedhja e personazheve ose rrëfimet e tyre, si ka qenë kjo lidhshmëria ndoshta? Lungro apo Ungra, shqip arbrisht, është kryeqyteti i kishës bizantine në Italinë kontinentale. Pra është kryeqyteti fetar i arbreshëve të Kalabrisë. Aty është edhe eparkia apo peshkopi si thuhet këto janë emërtime bizante, dhe aty e ka selinë edhe peshkopi dhe unë pata rast të takoj peshkopin, krye peshkopin, një njeri i mrekullueshëm, shumë bashkëpunues, i cili na dha një intervistë dhe na tregoi pak a shumë se sa qytete, sa katunde ekzistojnë në Kalabri, ekzistojnë 25 katunde në Kalabri, arbreshe, dhe ma tregoi një historik të shkurtër të asaj. Dhe me të vërtet vetëm për të futur në atë objekt, sepse është kishë bizantine ajo, ato freska janë diçka të mrekullueshme, të cilat veprojnë në harmoni me kishën perëndimore. Si ka qenë ndoshta bashkëpunimi, sa ka qenë mikpritës arbreshët edhe si e pritë ndoshta këtë projekt që ju keni dashur me realizu pikërisht në atë vend? Ata janë shumë mikpritës, janë njerëz shumë të mirë, janë njerëz shumë të dashur dhe vetëm fakti që mu më kishte lindur ideja që ta bëjmë një film
për ata ishte një gjë shumë e madhe, sepse më të vërtet ata i vlerësojnë të gjëra. Sepse përmes këtij filmi dokumentar, ne gjithë së bashku pretendojmë që sa më shumë njerëz në Kosovë, në Shqipëri, në Arbërinë tonë ta kuptojnë më shumë jetën e tyre, se si jetojnë ata dhe pse mos shkojnë edhe vetë atje ta shijojnë vetë. Dhe ta shohin vetë me sytë dhe me veshët e tyre. A është ky ndoshta pikërisht mesazhi që dëshiron me përcjell? Ky është një nga mesazhet kryesore. Pastaj kemi edhe një mesazh tjetër, të cilin unë përmes titrimit e filmit në anglisht dua të arrij që ta sensibilizojmë edhe opinionin arbëresh në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe në Argjentinë. Sepse sipas informacioneve të Peshkopit, të krye Peshkopit, ekzistojnë 30.000 arbëresh vetëm në Buenos Aires në Argjentinë. Dhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka dhe më shumë, por të cilët kanë emigruar nga Kalabria me pasaporta italiane. Dhe tash kur njeriu udhton me një pasaport italian, regjistrohet si italian. Por përjardhjen e kanë nga arbreshët dhe ekzistojnë librat në kish ku tregohen lindjet, martesat dhe vdekjet. Kështu që për ata do të jetë edhe një farë lloj zgjibi që të vinë në Kalabri dhe ta kërkojnë origjinën e tyre. Arbreshe. Tani projekti është në përfundim me sipër, shpresojmë që gjatë verës do ta bëjmë një premierë dhe duhet të koordinohemi pak sepse janë të involvuar disa shtete dhe do ta gjejmë një vend të duhur, kohë të duhur që të bëhemi gjithë së bashku dhe gjithë të festojmë. Dhe sa i përket asaj që bashkëpunimi është gjë shumë e rëndësishme, sepse pa bashkëpunim nuk ka produkt. Veç fakti që unë jam këtu, që më ke ftuar mu, do më thonë që ky është një bashkëpunim i cili e ka një qëllim të caktuar. Qëllimi jonë i përbashkët është që ne të bëhemi bashkë, sepse kemi një gjuhë dhe një gjak. Si mendoni që do pritet ky projekt tek publiku? Unë mendoj që kësaj radhe publiku do t'i ofrohet një gjë e paparë deri tash, sepse më herët ka pas kronika të shkurtra për një fenomen të caktuar, por një përmbledhje të historisë se arbreshëve të Kalabrisë deri më tash nuk kemi pasur. Dhe mendoj që publiku do të jetë shumë i kënaqur, sepse ata njerëz atë manifestim që reflektojnë, ai do të ndihet edhe tek publiku. Sa i përket planeve të ardhshme, planet janë që jam duke punuar në një film dokumentar që ka të bëjë me pasardhësit e Koli Dromenos, piktorit të madh shqiptar, dhe i cili ka pikturuar motrën tonë dhe pasardhësit e saj, pasardhësit e motrës tonë, të cilët i kam gjetur zhurmë edhe në Kosovë dhe do të jetë një projekt kogja interesant që dhe do të zbulon gjëra shumë të panjohura për gjithë kombin tonë. Neve na vjen mirë që ka njerëz si ju edhe ndoshta që na rikujtojnë edhe një herë historitë tona, sidomos për neve të rinj që nuk i dina edhe shumë mirë, kështu që mund vjen shumë mirë për këto projekte, edhe i presoj me padurim. Edhe shpresoj që kemi pas sukses. Faleminderit shumë që ishe. Shumë faleminderit, do të shihemi në premierë verës. Në verën 2025. Patjetër, faleminderit shumë, kënaqësi. Faleminderit. Pas premierave të suksesshme në arenën ndërkombëtare me filmin Mundije, regjisori Fatmir Bardhoci erdhi edhe në Kosovë me këtë histori të veçantë. Bardhoci tregon si një pjesë e rëndësishme e këtij suksesi lidhet edhe me përfshirjen e disa yjeve të njohura të Hollywoodit në projekt, duke i dhënë filmit një dimension më të gjerë dhe ndërkombëtar. Gjatë promovimit në Prizren, ai prezantoi edhe filmin e tij të radhës, Rënjet e pamposhtura, që trajtojnë temën e luftës së fundit në Kosovë, një rrëfim i fuqishëm për qëndresën dhe identitetin. Pse më këqyr ashtu?
Pas një rrugëtimi të suksesshëm ndërkombëtar, regjisori dhe producenti Fatmir Bardhoci erdhi në Kosovë me premierën e filmit të tij më të ri, Mundije. Projekt ky që sjell një rrëfim të fuqishëm dhe emocional, duke ndërthurur dinamikën e aksionit me ngjarje që prekin thellë shpirtin njerëzor. Filmi Mundije ka qenë një film jashtëzakonisht i vështirë. Jo si çdo film tjetër që fillon sot edhe mbaron mas një muaji, mas 2 muajsh, por edhe pse është xhiruar në 6 vende të botës, ja arritëm që të nxjerrim një histori shqiptare, traditat shqiptare, vujtet e shqiptarëve, të njihen